Në qoftë se dëshiron të jesh korrekt ndaj dikujt, mos e gjykon në bazë, dëgjoj këtë mirë, mos e gjykon në bazë të veprave tua. Mos e gjykon në bazë të profesionit tënd. Mos e gjykon në bazë të marrjes tënde me një të mirë, por gjykoje në bazë të të mirëve që ai ka. Pse? Nga se disa njerëz, për shembull, ju shkon kohë gjatë edhe nuk ka xhirojnë nafile. 10 vjet shkon edhe ai nuk ka xhirojnë nafile. Për një herë fillon ta merr një fuqie të udhëzimit dhe fillon me xhiru të hana e tajta. 3 të hanë ja xhiron. Apo të katërtën fillon me gjyku njerëz kush është i devotshëm e kush nuk është devotshëm në bazë të agjërimit që ati janë dashur 10 vjet i fillon atë. E po ka dalë vëlla. Apo se edhe kjo ka një të mirë. Nëse ti ke agjërimin të mirë, ai ndoshta ka namazin e natës. Respektoj në bazë të mirësisë që ai e ka, e mos e gjykon në bazë të një të mirë që ti ke filluar me e bëu atë. Disa njerëz për shembull, çfarë bojnë? Shkojnë me një ibadet caktuar. Edhe është adhurim i caktuar. Çfarë do qoftë ai? Mirë me një adhurim. Dhe posa ti fut këmbë në atë adhurim, fillon ti pushkaton të gjithë të tjerë që nuk janë këtë adhurim. Po nuk është kjo dera vetëm e hajrit. Ka dy të shumta të hajrit. Më rëndësishme kun, unë në hajr dhe ti në hajr. Njëri ka ardhur tek Imam Maliku rahimullah, para mendoni, Imam Daril Hijra, imami i vendshpërnguljes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, imami i Medinës. Sa dietari ka qenë në Medinë, kanë marrë vendim unanim. Nuk nxjerr askush fatva derisa Imam Maliku është këtu. Ky njeri është i thjeshtë, është dikush. Dhe një njeri s'ka pas punë tjera. As lodhe gjatë ditës, as një angazhim caktuar dhe Allah është përbleft, ka pas një angazhim caktuar namazin e natës. Është fal për shembull 3 orë, 4 orë gjatë natës atë. E që këtë luks të kohës më fal ka gjatë se ka pas Imam Maliku. Ai është fal 1 orë për shembull gjatë natës. 3 orë të tjera përderisa ai ka qenë në këmbë, ai ka qenë mbi libra. Mirë, po për dikën kjo si bën përshtypje atë. Duhesh me qenë në atë të mirë që jamone, por ndryshe ti si të mirën atë. Ka është kjo korrekte? Dhe ka ardhi ka thonë ja imam, ti ton ky njeri i madh, po të shoh që po falesh natën gjatë ti, pse po ti ton ky imam i madh, ku e ibadetin. Imam Maliku rahimullah i ka thonë, vëllai nderuar, këtë ibadet jo sikur se rreziku, furnizimi i Allahut azza xal. Ty Allahu ta ka qenë lider dhe je në hajër, Allahu ta shtoft atë hajër. Dhe mua Allahu ma ka qenë një hajër që absolutisht nuk mendoj se ti je në hajër më të madh se unë. Andaj të dy jemi në hajër, le të garojmë se si me hajrin që e kaptë. Por mos e kurzon apo me qenë dikush dhe këtë kurzon mas një kohë të gjatë kur ai fillon me vuajtë. Kjo nuk është korrekte. Nuk është korrekte. Prandaj, nëse Allahu na i ka qelë dy të hajrit, dikush është me dije, dikush me pasuri, dikush është me luftë kur ka nevojë, dikush është me atë. Kështu ka qenë hari i shpërndam në mes të ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përderisa ekziston mundësia fetare për të përzgjedhur me çka po mirëmi. Në momentin kur obligimi i caktuar bëhet obligim individual, të gjithë duhet përfshihemi, atë s'ka më thonë unë jam në hajër. Apo sikur namazi i sabahut, më thon dikush unë po mirë me për shemb me davet e ju falnu namaz sabahut të tunë në hajër. Jo, kështu s'ka. Nga se namaz sabahut është obligim individual për të gjithë. Por kur bëhet fjalë për obligim që ti e kryen një hajër, unë një hajër, ai një hajër, le të gëzohemi këtij hajri, e jo ti mbyllim dyert e hajrit duke u akuzuar njerëz që të futen në xhenet vetëm për me derës tonë. Se kjo është e padrejtë, kjo s'ka bërë me korreksin atë. Ndërsa Imam Ibn Hazm rahimahullah e ka një fjalë të artë kur bie fjala për korreksin. Thotë dhe mendoj se kjo është sfida e patekalueshme për çdo kampionat. Fjala e shkurt, por shumë domethënëse. Ka thonë Imam Ibn Hazm rahimahullah, ka thonë sa herë ta merr mendja që të mirësh me gjykim ndaj njerëzve, apo vendose veten në vend të hasmit tënd, në vend të armikut tënd, në vend të atij që s'i pajtuar me te, veten tënde vendos atje. Pastaj godite me atë çka duhet me godit atë.
E shesë sa i mëshirë shumë mje, sa arsyetimet i ke, po duhet me kuptu këtë rrethana, po, andaj për ty ka rrethana, për ty ka lehtësime, për ty ka situata, ndërsa për tjetrin s'ka rrethana, s'ka lehtësime, të gjitha këtu janë të anulluara, duhet gjykuar për te kështu. Njëherë, mati, isha duke spjegu në libër në akide me një grup vëllezërish dhe erdhëm të kaptina e tekfirit. Do të kush është kafir, rregulla që ka përmendur në suneti. Dhe njëri nga vëllezërit e mori ajo euforia dhe tha me këtë rregulla, kjo qafir. Dhe ishte problem me e bin, në të kuptim, do të thotë në mënyrë të shkurt, mos më jap luks në debatit. Thash kështu. Thash hajde nisja për i babës tonë. Apo? Me automatizëm filluan rregulla tjera. Po çurha, baba jam u kon në këtë situatë. Pa e tjetër s'ka mund me kon këtë situatë? Apo? Po ky kon këtë rrethon, e po ky s'ka mund me kon këtë rrethona? E pse për ti kanë vlen të rrethona, për ti kanë s'vlen të rrethona? E pse për dikush ka arsye time, dikush s'ka arsye time? Dikush gjithmonë ka mundësi me gabu dhe gjithmonë amnestohet. Dikush nuk guxon njëherë me gabu se me automatizëm përshkatohet ato. A është kjo koreksia? S'na kam mësuar kështu me vullën e ndruar. Po është e vërtet, kredia e dikujt në Islam është një farlloj, rrethone lehtësuese për gjykuar për te, kjo është e dikshme. Mirë po flas, do thotë në përgjithësi që të kemi parasysh se sikur që ti ke nevojë të arsyetosh, edhe dikush ka nevojë të arsyetojë. Andaj sikur që edhe një dietar u ka dhënë një provim nxënësve të tij, u ka thënë përmendni të metet e juaja. Çdo kush prej ti, prej pranishmëve, le të shkruan të metat e tij që i ka. Unë jam përgojues i madh, shumë përgojaj, shkruaja. Unë jam që humbi kohën shumë, ma humb si kohë se unë nuk ka, shkruaja. Unë e flaj shumë, unë e foli shumë, unë e përzina shumë, unë e shkruaja. Dhe u ka dhonë formularin, apo? Pas një ditë apo 2 ditë, e kanë sjellë fletën të gati të bardhë, me një rresht dhe 2 rreshta, në rregull. E ktheu ky hoxha fletën në anën tjetër dhe u tha, në rregull, tash në këtë anën tjetër shkruani për një musliman, po që hiç nuk e dëni. E urreni shumë. Çfarë meta ka ajo? Dhe erdhën për gjysmore, ishte mbush lista, apo? Nga se të tjerët për shembull me një fjalë përgojues, ndërsa po çfarë unë sa i kjo përgojim, po kam arsyone se kjo kështu, e çato arsyeja nuk po bëj këtë dikujt tjetër më përdora, a veç vetes tonë. E kjo nuk është nga koreksia e ndëruar. Sufjan e Thauri rahimahullah ka thënë, sa herë është kërkuar nga unë, do situata ka kërkuar, dia ti ja ka imponuar këtë qëndrim, sa herë është kërkuar nga unë që të flas për dikë, para kësaj e kom ndërmarr një hap. Pastaj kam fol më lirshëm. Cili është ai hap? E kom vendos veten time para Allahut Azza wa Jall. Dhe i kam thënë vetes tonde, po të pyetja Allahu pse the. Apo taj dihet arsyetimet. A ki për Allah, se ki për Allah, a ki për këtë, dihet të gjitha. Dhe në qoftë se para Allahut kam gjetë gatishmëri të dëshmoj për saktësinë e fjalës time, kam folur, por nuk kam heshtër. Kam hesht. Nga se më ruar ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ditën e gjykimit njeriu i vrarë pa drejtësisht do të del para Allahut Azza wa Jall me kokën në dorë, duke rridh gjaku i tij dhe pyet Allahun xhallahu ala, ya rabbi sal fulanan fima qatalani. O Zot, pyet filanin pse vrau, pse më ka vrau, pse më përvjen nga jeta. Kjo është për vrasësin. Apo? Por çfarë të mëne për dikën që nuk është vrasje e llojit të primin nga jeta. Apo? Por është një vrasje që privon njerëzit nga përfitimi prej tij atë. Kjo vrasje më e madhe vallahi atë. Çka paramendon me ardh një turm njerëz ditën e gjykimit. Të vijë një grup i madh njerëzish para Allahut Azza wa Jall. Dhe të thonë Allahut Azza wa Jall të gjithë njerëzori, 100 vjet, 200 vjet. Të thonë Allahut Azza wa Jall, o Zot, filoni duke folë për një hoxh na ka privuar nga përfitimi prej tij. Pyete pse na ka privuar? Pse na vrau?
nuk na la që të përfitojmë nga dija e tij. Çka i thosh Allahu te xhel? Wallahi veç kjo pyetje për vetes tënde apo ta përgjysmon udhimin e gjykimit.